Çfarë vlere ka të besosh Allahun, të besosh pejgamberin Allahut, nëse urdhat e Allahut dhe të pejgamberit të Allahut nuk përfillen. Për këtë arsye, një hoxhi i madh i cili ka deshtë Allahu e ka bon sebeb që të rizgjon muslimanët këtë tematik, liber më të famshëm, më të mrekullueshëm, që i ka morë sevapët e të gjithëve të cilët kanë ardhur pas atij, është një doktor i cili është i sprovuar dhe i smuar Sefer Hawal. Na tregon dhe thot në librin e atij Dhahiratul Irja, thot kjo dukuri dhe ki problem nuk është shfaq, vetëm pasi që janë shfaqen Khawarijët, në veçanti ki problem vëllezër të ndershëm, me famë të madhe është për hapën në Kufa e në përgjithësi në Irak. Përse? Për shkak se me shfaqen e Khawarijëve, të cilët i te i kaluan kufit që ne inshallah do të flasmi në dersin e ardhshëm me emrin Allah, në aspektin e veprave të gjimtyrave, se ne me cilën çështje, cilët janë kriteret që dallojnë ehli sunneti dhe xhamati nga Khawarijët dhe Mu'tazilët. Mirë po sot inshallah, me emrin Allah do të flasmi një tematik para saj. Pa thot me shfaqen e Khawarijët, dolën në skenë dhe murxhiat, të cilët u përpiqen që kundërvijen Khawarijëve dhe këto gabuan dhe fjalën e parë që e shpikën në fund të shekullit të parë, kur ata thanë se imani është fjalë. Dolën dhe ju përgjigjen ehli sunneti dhe xhamati, nga se ehli sunneti dhe xhamati se ka zakon të dalet me diçka të re, përpos që i kundërvijet bidatxhive të cilët tentojnë të shtremojnë dinin Allah. Dolën në skenë ehli sunneti dhe xhamati dhe ju përgjigjen dhe thanë se imani nuk është vetëm fjalë, po imani është fjalë dhe vepër. Pastaj vazhdon doktori dhe thot, mirë po murxhiet të cilët ishin të vjetër, të cilët dolën në Kufë, nuk e patën për qëllim që ti menjanojnë dhe ti anullojnë veprat e zemrës, për çka se dhe murxhiet, të cilët emri i tyre njihet murxhiel fuqaha, pra murxhit nga fuqahat e Kufës. Tha nuk e patën për qëllim ata që ti menjanojnë dhe ti anullojnë dhe veprat e zemrës. Po ato e pohonin të thonin se veprat e zemrës janë pjesë të imanit, janë shtylla të imanit. Dhe në këtë medheb ishte dhe imam Ebu Hanif, Nu'man ibn Thabit, dhe këto njihen se i murxhit e parë dhe etiketohen me murxhiatul fuqaha, të cilët kanë thonë se imani është fjalë, mirë po këta nuk e kanë menjanu, nuk i kanë largu veprat e zemrës. Ato të cilët i menjanuan dhe i larguan nga pjesa e imanit, veprat e zemrës i pari nga ato ishte Jahm ibn Safwani dhe ato që u pajtuan me ta sikur Salihi dhe disa të tjerë. Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye ehli sunneti dhe xhamati Jahmit i nxjerrën prej islamit, nga se veprat e zemrës, po gjithashtu dhe veprat e gjimtyreve i menjanuan dhe i larguan nga imani. Çka ndodhi me kalimin e kohës, vëllezër të ndershëm? Pra murxhit kur u shfaqen në skenë, nuk ishin ata që thojshin se vepra nuk ka kur një farë ndikimi, qoftë e gjimtyreve apo e zemrës, po murxhit e parë ishin ata të cilët i menjanuan, i larguan, nuk i konsideruan veprat e gjimtyreve si pjesë të imanit, ndërsa veprat e zemrës i konsideruan si pjesë të imanit, edhe pse kjo është kontradikt dhe argument kundra tyre, mirë po kishte mendimi dhe besimi tyre. Dhe në këtë medheb qëndruan dhe Hanefit,
derisa u shfaqen maturidit të cilët u ndikuan nga esharit.